Masanaj do vazhdojmë me marshimin e përditshëm, që është ndoshta edhe pjesa më e bukur e kësaj proteste. Në ditët në vazhdim, patjetër do vazhdojmë çdo ditë protestën deri në dorëheqjen e qeverisë Rama, por edhe të dorëheqjen e gjithë kasës politike për 80 vitesh. Pak ditë më parë ju bët një shkresë dhe u drejtuat ambasadave. Çfarë ishte kjo shkresë dhe pse lindi nevoja që t'ju drejtoheshit ambasadave në këtë mënyrë? Atëre, shkresa ishte thjesht ato 5 pikat që ne kemi artikuluar përpara gjithë popullit, janë pikat cilat kanë dalë nga ky popull dhe ne thjesht ja adresuam ambasadave në gjuhën e tyre, kanë mundësi dhe t'i kuptojnë më mirë. Kjo ishte arsye pse ne adresuam ato ambasadave, më falni. Ndërkohë, do të vazhdoni me kërkesa të tilla edhe ambasadave tjera apo institucioneve ndërkombëtare, pasi kemi parë që ka patur një reagim edhe nga institucionet ndërkombëtare. Parlamenti Evropian ka reaguar, ka miratuar një amendament për Shqipërinë, dje ishte një eurodeputete, pritet të mbërrijnë të tjerë eurodeputetë që do të marrin pjesë dhe kanë deklaruar se do të shkojnë në Zvërnes, do të vinë protestë, do të flasin. Keni kontakte me ndërkombëtar të tjerë, me partnerë ndërkombëtar? Patjetër që kemi kontakte. Edhe njëherë përsëris ne jemi të interesuar që zërin e popullit shqiptar ta çojmë sa më lart në të gjitha institucionet ndërkombëtare, në të gjitha selit diplomatike, ata duhet ta dëgjojnë zërin e popullit shqiptar dhe për këtë zë, për këtë popull që është ngritur, ata dhe duhet të shprehen, siç u shpreh Parlamenti Evropian, siç do vinë nesër një grup europarlamentarësh, kryesisht partive të gjelbërta, të cilët do artikulojnë fjalën e tyre përpara sheshit të kryeministrisë. Ndërkohë, protesta do të vazhdojë me këtë formë që e kemi parë gjatë këtyre ditëve, sepse ka zëra që kërkojnë për shkallëzim, ka zëra që kërkojnë që protesta të ndërpritet tani të fillojnë në qershor, sepse janë shumë grupe, duhet të thënë, është një protestë heterogjene kjo. Po, kjo është e vërtet, po unë mendoj që forca jonë është ai shesh. Ne në qoftë se lëshojmë atë shesh, ne u mbasim të ndaj atë shesh, ne nuk do ta lëshojmë, pra ne do vazhdojmë të protestojmë për ditë. Protesta është protestë e popullit shqiptar dhe është protestë komplet paqësore dhe në asnjë moment kjo protestë nuk duhet të përshkallëzojë në dhunë. Asnjëherë, është kjo pikërisht forca jonë më e madhe. Është kjo që ka bërë qeverinë, që ka bërë kryeministrin të uli ato armët e tij. Arma më e fortë e tij, nëse e mbani mend, ai ka ardhur në pushtet me një protestë ku ngelën 4 të vrarë dhe gjëja e parë që ai bëri ditën e nesërme ishte heqja e atij gardi përpara kryeministrisë. Pra ai hoqi atë gard dhe vuri atje police të gjinisë femërore që të rinin dhe të mbanin turmën, themi, përgjatë protestave të ndryshme, duke paraqitur turmën gjithmonë si ajo e cila përshkallëzonte në dhunë. Në rastin ton, kjo gjë i ka dalë nga duart, pra ne nuk kemi ushtruar dhunë asnjëherë të vetë, përkundrazi jemi qytetarë të këtij vendi, ne mbas çdo proteste mbledhim dhe plerat dhe i marrim ato me vete dhe kjo gjë nuk do përshkallëzoj kurrë në dhunë. Ne do vazhdojmë paqësisht dhe do kërkojmë paqësisht dorëheqjen e kryeministrit. Si keni parë reagimin e kryeministrit gjatë këtyre ditëve? Kryeministri është marrë me disa nga protestuesit personalisht, i ka postuar në rrjetet e tij sociale, duke ju bërë në një farë mënyrë biografinë atyre që protestojnë dhe që dalin flasin. Si e keni parë këtë sjellje të kryeministrit? Kjo është një mendësi komuniste, mendoj unë, që të bënin biografinë deri në brezin e 7. Ai nuk ka me çfarë merret. Unë mendoj që të merresh sot me protestuesin është një tipar i një lideri diktatorial. Ai sot shumë e thjesht duhet të artikuloj vetëm dorëheqjen e tij dhe të çliroj gjithë energjinë e këtij populli që ka zbritur në shesh. Nuk duhet të merret absolutisht me protestuesit. Protestuesit janë të qetë. Normalisht aty ka me mira njerëz që kërkojnë të vinë të flasin, ne nuk është se mund të bëjmë një skan njerëzve që vinë të flasin aty, thjesht ne lejojmë çdo që të flasë të artikulojë mendimet e tij. Faleminderit. Faleminderit juve.